Pushteti i bashkon, sigurisht që proporcionet negociata për proporcionet e pushtetit do të çojnë në konflikte të tjera, ndoshta edhe më të forta se ky që kemi parë, por është një konflikt një konflikt për një negociat për të zgjeruar secila nga palët pushtetin. Dhe mendoj që ajo që ndodhi sot ishte një sinjal që ata do të jenë bashkë. Do të kishte e vetmja dinamike e re politike, që mund të krijonte që mund të ishte në interes të opinionit publik, ishte që LSI-a të dilte në një koalicion të vetëm, pra jashtë Partisë Socialiste. Aty pastaj do të jepte një kuptim tjetër, një dinamik të re tjetër politikës, dhe do ishte shumë interesante për faktin që zgjedhjet do ishin shumë të hapura. Jo vetëm zgjedhjet, edhe vetë skena politike dhe vetë oferta politike do ishte komplet ndryshe dhe do t'ja vlente kjo pjesa e debateve dhe konflikteve në qeveri. Një garim me tre pole do ta bënte politikën shumë më interesante edhe më normale. Ajo që ndodhi sot nuk ta jep këtë shpresë. Ndërkohë që Ylli Majani ka reaguar menjëherë mbas shkarkimit në një konferencë shtypi, ai ka hedhur disa teza, të cilat ne i kemi të vendosura këtu, ndërkohë ju do të shkruani në Opinion Pikal. Në Opinion Pikal, sa i besoni akuzat e